Dhe këtë duhet me ja bon hizmetin kësaj. Po një haxhi pranor nuk ka tjetër, thot, vetëm se ky njeri e ka bën hak xhenetin. E ka bën hak xhenetin. Dhe mos i vjen pra deri këtu duke i lavdëruar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot që haxhiu do të ndërmjetësojë edhe për njerëz tjerë të familjes që i ka për rreth. Disa ka shumë lloj transmetimesh deri në 400 vet apo të paktën një herë që to rrethin e vet të afërt do i ndërmjetësoj tek Zoti xhelel xhelaluhu. O Zot, fale. Edhe për hatrin tonë që ti ke marrë këtë rrugë që është baraz me xhihadin, se familjen e ke lënë, punën e ke lënë, pasurinë e ke lënë, të gjitha i ke lënë këto, edhe ke shku për ta kryer haxhin. Rruga është paksa e gjatë, elhamdulillah është shkurtuar me anë të mjeteve, edhe ke marrë pra përsipër një rrugë i jashtëzakonisht të madhe, të dobishme. Ai i cili del thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga shtëpia e tij dhe nuk bën gjinafe, nuk punon gjinafe, gjatë saj rrugës shkon edhe kthehet nga haxhi, ai kthehet sikur e ka lindur nana, pa asnjë gjinaf. Ajo që është më kryesorja, ai që ka nërmend me shkullë, inshallah Allahu të mësoj, e para mos ta destabilizoj veten. Mallaj hosh ti do thonë, më gjithë ata lek s'kemi ku i gjejmë. Normalisht me hall kemi shku të gjithë. Unë për herë të parë kam shku në vitin 1996. Kanokun për gjimës, kalamajt për të rritë. Pa punësi, mo, keni parasysh ka qenë shumë vështirë. Elhamdulillah. Allahu i rregullon çështjet kur ti ke një net të mirë. Bile dhe me vdes me atë netin e mirë, tu ka pranuar vepër, ke për t'ia marrë shpërblimin pa e kryer hiç. Edhe pra mos e destabilizo veten. Fillo rezervo ka pak. Se mirë është që ta kryesh kur je në moshë. Mos ta lësh në moshë të vjetër. Pse kanë shku disa në moshë të vjetër, po kanë pas shumë lek. Se kanë marrë një tjetër që të kujdeset për to. Për shembull, nana ime ishte edhe sakate. Pra ka shku dhe vllaja ka bën haxhin për veten, edhe nanën atje për krash, me karros, heret ky muhabet. Edhe me shumë vështirësi, domethënë, por alhamdulillah, pra ky djalë kishte qenë ai bekumi që e çoi dha atje në qabet, edhe jo në moshë të vjetër shumë. Sepse në moshë të vjetër unë e përmena i qik para xhumos, takatit le. Atje pak në zetë është. Bekimi është i madh, mirësia është e madhe, po shive, edhe ne kemi mirësi të madhe këtu. Mos kesh nevojë me nes as ftoft as në zetë. Elhamdulillah, krejt Shqipëria që kështu gati. Po sidomos kjo zona e Shqipërisë mesme, xhenet krejt. Xhenet. Bile i shoh njerëzit që festojnë. Ato që kanë ardhur nga Malësia këtu, shkojnë e festojnë atje në Maltë. Festoje këtu. Se s'ke qenë gjendje me jetu, dhe se ka probleme atje. Nuk rrehet vdor. S'ka prodhim. Tu prodho toka 3 herë, këtu ke ardhur, asaj toke knoj atë. Thuaj falem nërës të Zot. Jo atje me mush ato shishet e rakie me birë të shku atje me Maltë kod atje. Këtu festotesh. Kjo është veni që ka caktu Zoti. Atje vetëm ujt i ftoft ta morëm ta bim do. Pyet begati e Zotit xhelel xhelaluhu, po ale festo knoj kësaj këtu. Jo sa atje. Këtu fal, këtu bjerë në sejdë. Sepse këta ka caktu Zoti për të jetu, për të hangër, për të prodhu. 3 herë mjellë. I shok më habiti 4 herë dhe këmë mjellë. Elhamdulillah. Pra, është pak në zetë, thash atje, edhe mos e le shumë mosh, e në fillo grumlo. Nëse jem pun, grumlo ka pak. Pasat grumlojsh, se di, shifi vetë punë të tuja, po ma le mu me ta menagjohun, ta menagjoj shumë mirë. Më thot me një nata që ka rrogën ma të vogël për 2 vjetë që e di. A mi le mu shpenzimin. Jam tamam ustaj i kësaj.
Unë do një gjumatu të regoj për halin tem, se si kom shku unë, 96-ën, qërë vështirësish kanë qenë, por s'ka, kam lani gjumë shpëjet, thë, 20 vjetë, avash, kur të kene, rregullojmë, i venjsh e njëtë sa dhe. Luksi, shpenzimi nuk të qëmë hash, ata të lojnë pa hash. Kujdesi jashtë zakonshëm, për shembull, po më thoshte një, kam marrë dhe 6 milion lek vetëm për lodra fëmijësh. Se kam bën dhe 6 vjeç, 6 milion lek. Po isha më ruhajin. Po pse Allah do të pyesë sa lodra i ke ble fëmijëve? Për Allahun. E pse e ka lënë haxhin? Ai fëmijët pra se e ke parasysh thonë. Jo, shif. Herën e parë e ke bismillah për veten tënde. Allahu xhallahu xhallahu thot, runi vetë tuaja edhe familjet e juaja. Po herën e parë thot, runi vetë tuaja. Boj hizmet banesës për vete. Pra sefte ta kryesh për vete. Avash jam mundsuar në grus. E kryo dhe bashkëshortja. Të tjerë të vazhdojnë punojnë, shkojnë ta kryejnë, sepse është e domosdoshme. Edhe elhamdulillah Allahu e ka bën të lehtë. Një herë në jetë. Domethënë i ka dhënë mundësinë çdo njeriu. Pra filloi rezervo ka pak. Deri me 31 dhjetor të këtij viti, domethënë më